Përmendëm në khutbën e kaluar se koha është kapitali më i shtrenjtë i njeriu. Andaj Allahu e nisi këtë sure duke u betuar wal asr, pasha kohën. Koha është ajo të cilën nuk mund ta riparosh, s'mund ta kthesh, s'në merre me ton, s'mundesh me kthi pas. Ajo e vetëm ec përpara. O ti ngjitës asajna, o s'ka mundësi tjetër. Andaj koha është kapitali më i shtrenjtë. Pastaj Allahu vazhdoi në ajetin e dytë dhe tha: Innel insana lafi khusrin. Vërtet insant, këtë insant, këtu ka ardhur njëjës për ta përfshi të gjithë. Vërtet njeriu është i dështuar, është i humbur. Dhe përmendëm se për ta kuptuar këtë humbje duhet njëherë me rishiku standardin. Me çka matin njerëzit? Me çka matin njerëzit? Me çka peshojnë? Çka është sot e njerëzit njëri mirë? Çka njëri keq? Çka të njëri sot që ka fitu dhe çka s'ka fitu? A e dini nësa ajete Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu për shumë biznesmena të mëdhoj thot fema rabihat tijaratuhum. A e di sa Allahu sa tregtar të cilat kanë pas, për të cilët ka thënë Abdullah ibn Abbasi se këta njerëz që Allahu ua mohon tregtien kanë pas pare që qelsat e arkave i kanë mbajt me deve. Jo arkën, qelsin, shka e qel arkën për t'i mor parët, qatë qelsin e kanë mbajt me deve. Kër e kanë fut qelsin ark, disa njerëz e kanë fut aty. E Allahu tha famara bi hatti jaratuhum, s'ka pas sukses tregtia e tëre. E pse Allahu ua mohon këtë sukses në tregti? Sepse tregti tek Zoti do më thanë njeri me përfundu në gjennet. Çdo përfundim tjetër, sa do i mirë që do këtë, sa do i shkëlqyjet që do këtë, të Allahu hëtë femara bihat, s'ka fitu që ki, s'ka fitu e sa prej njerëz të varfër, të persekutum, të sëtë kanë dhanë mish edhe shpirt prej pejgamberëve dhe i tharëve të pejgamberëve, të dëbuar, të cënuar, të ofendum, të vrarë, Allahu Xhelel Xhelaluhu tamam e ka përfundu misionin e tina, që ju ka thonë këta fitun shumë. Dhalike hua l-fawzul adhim. Kur u vritshin pejgambert dhe i thartë të tyre në rrugën e Zotit, Allahu thonte që ki fitoj shumë. Andaj shumë shok pejgamberit alayhi salatu wassalam, masi godit të shigjejt e armikut, thoshte fustu bi rabbil Ka'be, fustu bi rabbil Ka'be, fitova pasha Zotin e Ka'bës. Mirë po, ketë këto ti nuk mundesh mi pa, pos nëse e vazhdon ajetin illa alladhina amanu, pos atyre që kanë besue. Pa besim, kjo s'do këtë, kush farë manaje s'ka? Qfar manaje ka? Një pejgamber mu vra pa hak. Qfar manaje ka? Pa i ba kërkush kur gjo me e vra atë njeri. Qa kanë mujt i ba pejgamber të njerëzve? A nuk kanë tentu Isai'n a.s. me vra? A nuk e kanë vra Zekerijan e Jahjen e pejgamber të Allahu Gjellu Ala? Deri se ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kanë ndodhur të bitë e Israelit 70 pejgamber për një ditë i kanë vra. 70 njerëzit thjesht mu kanë ato, i shkon krim i madh. 70 fëmijë mu kanë, i shkon krim i madh. Ata kanë qu dorë më pejgamber. Mirë po këtë këto me ana nuk kuptohen pasën hijen e asaj që Allahu e tregon për njerëz që fitojnë. E para, tha Allahu Gjellu Ala, illa alladhina amanu, pos atyre të kanë besuar. E thamë se çdo kush beson diçka. Njerëz besojnë lopën, besojnë viçin, besojnë lloj-lloj guri, puta, varri, besojnë ligje, besojnë të drejta, besojnë parime, kuj diçka, shembuj të lartë. Njerëzimi ka pa plot besime. Për Allahu veç një e ka pranuar. S'pranon tjera. Nevoja e njeriu për me besu shumë e madhe. Për Allahu nuk i pranon të gjitha. Cilin e pranon Allahu? Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja pranuar të Allahut është Islami. Dikush thot, o gjë veç Islami ja, po cila tjetër? Cila tjetër? Nuk ka fe që Allahu Gjellu Ala pranon pas fejnë e vetë. Qish mund është i Zotë mja imponu? Pranon ma dhe që ta. O se pranoj. Ti papës tanë besu nja imponon. Ti fëmijës tanë sot së më përja imponon. E thot pasaj, o gjë, jo shumë ngush këtu, ato tjerta s'kan kur gjoha. Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an e ka përmen, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja e vetë me pranuar është Islami. Mirë, pse e ka përmen feja e vetë me pranuar? Se ka me bëllëk tjera. Sot dush ka, çdo shekull e ka shpika një fe, çdo shekull e ka shpika një sistem. Pra nuk i pranon të gjitha. Ande Allahu tha kanë shpëtuar ata që kanë besu Allahun. Një.
Kam besu pejgamber, kam besu e librat, kam besu e melaqet, kam besu ditën e gjykimit dhe kam besu kaderin Allahu xhelel xhelalu, të mirin edhe të keqin. Kjo është e para. E dyta, wa amilu salihat, dhe kam punu vepra të mira. E vepra e mirë cila është? Vepra e mirë është farzi Allahut. E kanë falë namazin, e kanë dhënë zekatin, e kanë agjëruar Ramazanin, e kanë bërë haxhin, kanë dhënë sadaka, i janë rujt këqijave, janë rujt zinas, janë rujt rakis, janë rujt amoralitetit, i kanë rujt familjet e tyre. Kjo është praktika e besimit. Kjo është praktika e besimit. Pastaj Allahu i përmend edhe dy komponente tjera. Dhe sa do t'i përmendim, dhe me këta përfundojna. Tha Allahu xhelalu ala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Këta njerëz që kanë besu dhe kanë punu vepra të mira, edhe dy punë tjera i kanë bërë. E para, e që është e treta me radhë, e kanë këshillu njëri tjetrin me nejtë vërtetën. Dhe besimtari e vërteta shumë çmim ka. E vërteta, haku i Allahut te bareke ve teala, ka shumë çmim. Haki i Allahut, jo haki jon. Ti mundesh me pa diçka të vërtetë, po sa e vërteta ajo, ti dokët. Ti mundesh me kop në mënyrë fanatike për diçka e. Thu vesh që kjo, po te Allahu diçka tjetër. E vërteta ka një standard me të cilin e mat. Dhe ajo është fjala e Allahut dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse Allahu s'ta nënshkruan dhe pejgamberi nuk ta nënshkruan, sa dush thuj ti hak asaj. Sa dush thuj që shtoa hoxha e di unë. Apo sikur njerëz që kur bajnë disa mosha dhe bën mesazhe, thonë di unë punë. Si di ti punë? Nuk i di punë. Nëse ti i di punë, a na shpjegon neve çish i bie që Allah i tha Ibrahimit vraje djalin? A i di punë? Çish i tha? A i di ti punë se Allah i tha bëni sejdë me laçeve Ademit? A nuk ka sejdë veç për Allahut? A i di punë? Tawafi kur bëhet rreth shtëpisë Allahu xhelel xhelalu, pse bëhet veç nga një anë e jo nga ana tjetër? Dhe pse mos i rreth asaj? A i din ana punë? Si din ana punë? Se Allah e ka bërë farzin e sabajit 2, akshamin 3. A e di? Se di. Andaj Allahu xhelal tawasau bil haq, ata këshillohen njëri tjetrin për të vërtetën. E vërteta është standardi i tyre. E çka këshillohen? I thoi njëri tjetrit, ta ndjekim të vërtetën. Ti shkojmë pas vërtetës. Unë ka mundësi me gabu, e vërteta s'gabon. Unë ka mundësi ja kam huq, Allahu s'ja huq. Unë ka mundësi se kam pa mirë, pejgamberi sa më shë mirë. Andaj këshillohen në vërtetën cila është raporti ndërsjellë. E disa kanë qef vetëm me ba wasijet, veç me këshillu. Jo, Allah tha këshillohen. Dhe kjo është vepra e cila thonë tefaul. Tefaul do më thonë i ndërsjellë. Ti e këshillon tjetrin dhe ai të këshillon tije. Kjo është imani. Dhe shikon në Kur'an, shumica e veprave vinë me xhamat. Shumica e veprave vinë me xhamat. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam vetëm një vepër, e cila shumë ngritet nivel të shpërblimit krahas kur bëhet individualisht. Cila ajo? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, namazi njanit pi juve në xhami është 27 herë më i shpërblyer te Allahu se kur falet te shtëpia. Te ke falë te shtëpia, apo me xhamat 27 herë. Në këtë ajet çka thot Allahu xhelalu ala, këshillohet në njëri tjetrin për të vërtetën. Dhe e fundit, edhe se kjo shkurtimisht ne do të zgjerojmë edhe më shumë në këto pika. E fundit tha Allahu xhelalu ala, wa tawasau bis sabr. Dhe ata këshillohen me njëri tjetrin që të durojnë. Sabri është i përmend mbi 90 herë në Kur'an. Sabri vjen barabar me imanin në Kur'an. Çiko sabri sa është iman në Kur'an? Allahu në sabri ajeteve thot: "Oj të se të keni besuar, isbiru wasabiru." Madje Allahu donjëherë edhe domthon i shtrin foljet e gjuhës arabe që ta kupton mirë besimtari sa është i nevojshëm për sabër. Thot Allahu xhelal në sura Ali Imran: "Oj të se të keni besuar, bani sabër." Pastaj ka thonë: "Wasabiru." Dhe gjeni mjetet që ka ju shtin me bo sabër. Gjeni mjetet që ju shtin me bo sabër. Sabri është themeli i imanit. Pa sabër gjitha gjërat lijen. Madje Allahu xhelel xhelalu kur i përmend të shpërblyerit në ahiret, të xhenetlit, çka thot Allahu xhelel wala, ky shpërblim është për durimtar, për sabërlit. Pa sabër sa rrihet asnjëse. Madje Allahu xhelel xhelalu edhe shoqërimin e tij të kujdesit ja ka dhënë sabërlive. Thot Allahu xhelel wala në Kur'an: "Inna Allaha ma'as sabirin." Allahu është me sabërlit. Allahu i do sabërlit. Allahu i do të shkapojnë sabër. Çfarë do të thonë sabër? Sabër në gjuhën arabe do të thonë diçka që s'vjen mirë, e i thot. Por ti duron dhe e mposh veten.
Siç ka transmetuar disa prej sahabeve nga Ali radhiyallahu anh, se ka thënë, ka me bë sabër, derisa sabri çuditet me mua. Ka me bë sabër, derisa sabri çuditet me mua, derisa ta mri xhenetin Allahu xhelel xhelalu. Andaj imani, vepra e mirë, e vërteta me çka mbahet? Me sabër. Duro, prit pak. Disa njerëz dojnë shpejt e shpejt këtë senat me unie. Jo me adoleshencën e të rive, po me pjekurinë e të mdhojve, me pjekurinë e pejgamberëve, me mençurinë e sahabeve, me mençurinë e dietarëve të muslimanëve. Iman, vepër, të vërtet dhe durim, deri të takojnë Zotin tonë te bareke ve teala.